Vllazë motë, subhanallah. Sa herë prej nesh e kem kujtu atë ditën kur do dalim para Allahut dhul xhelal. Sa herë prej nesh i kem dhënë llogari apo e kem kuptu, apo sa herë e kem vlerësu atë ditë kur do dalim para Allahut dhul xhelal. E kemi kohë, ende po kemi kohë që ta kujtojmë atë ditë kur do dalim para Allahut dhul xhelal me dhënë llogari. E atë ditë kur do dalim para krijuesit tonë, ajo ditë është e vështirë, se kur Allahu dhul xhelal po i thot robit ti, o robi jam, eja dhe ullu pranë meje këtu, ullu, e robi një farë mënyre, por të prohet, po e din që ka bo gjinahe dhe me kate, e Allahu dhul xhelal po i thot me laqët, mi sjellni librat e ti, mi sjellni librat e robit tanë, që ka bo gjinahe, e që robi jam ka bo me kate, sa ka qenë gjallë në dunja. E po hapet libra, subhanallah. Deri sa syri ti, po e shikon, subhanallah. Që madha jo liber. E para me ndohë Allah dhe motë, aty është veç një liber. E ku janë tash 99 libra që kanë mu hapë, subhanallah. E kanë me u lexu. E gjitha gjunahet kanë me ju përmen në robit, që i ka bo sa ka qenë gjallë në dunja. E me laqet, gjitha robit ja kanë shenu, subhanallah. E Allahu dhul xhelal po e pyte robin e ti, po i thëtë, o robi jam, a kibe nejti mirë që i ke bo ti sa ke qenë në dunja? Gjitha këtu gjunahe, gjitha këtu mekate, gabime, që i ke sjellë me veti, a ki vetëm një të mirë ti, o robi jam? Allahu dhul xhelal po i thëtë robit. E robi po të prohet, subhanallah, as një të mirë nuk e ka. Allahu dhul xhelal po e shikon në robin e ti, me një mshirë të madhe. E robi po të prohet, po thët vetë me veti ahbet, qysh ta shikoj Allahu në sy, sa gjunahen e sa me katin ja kumbo. E Allahu dhul xhelal, Allahu ka mëshirë të madhe, subhanallah. E po i thët Allahu dhul xhelal, po i thët me laqë, ma sjell një fjallë, të pak të një fjallë robi jam, që e ka thonë për mu sa ka qenë dynja. Të pak të një fjallë, se librat e ti ishin plot gjunahe dhe me kate, që me laqet i kanë shënu sa ka qenë robi gjallë. E Allahu dhul xhelal po i thët me laqet, ma sjellni të pak të një fjallë që robi jam, e ka thonë sa ka qenë gjallë. E Allahu dhul xhelal po i thët me laqet, sjell me një atë fjallë, e me laqet, ja sjellën atë fjallë. E Allahu po thët, robi jam sa ka qenë dynja, robi jam sa ka qenë dynja, e ka thënë një herë, ashhadu an la ilaha illa Allah. E Allahu dhul xhelal po e merr atë fjalë të robit ti, që ka thonë një herë la ilaha illa Allah, e po e vënë në peshore, në të vagen e robit ti po e peshon Allahu dhul xhelal fjalën e ti që e ka thonë vetëm një herë besa ka qenë dynja, la ilaha illa Allah. E Allahu dhul xhelal po i thëtë robit ti, o robi jam, ti kom falë gjitha gjunahet dhe me katë, je i lirë, shko po të përgëzoj në xhenet. E robi Allahu dhul xhelal po i thëtë Allahu dhul xhelal, qysh be une, kur unë 99 libra i solla me veti, sa kom qenë gjallë që kom po gjunahe me katë, e që kom hidhru shumë vllaznit motra, kom ofendu, kom sha, s'kom falë namaz, vetë gjunahe dhe me kate kom sjell këtë dynja. E Allahu dhul xhelal po i thot, o robi jam, e unë sot ti kom falë gjitha. E Muhamedi sallallahu alaihi salatu wassalam po thot, wallahi, ajo fjalë që Allahu dhul xhelal që po e vënë peshore të robit ti, ajo fjalë është më e rëndë sa gjitha tu 99 libra, po e peshon më rëndë sa 99 libra sa ka qenë robit gjallë, gjitha tu gjenohe, gjitha tu me kote, kurse ajo fjalë, vetëm fjala la ilaha illa Allah që robi po e thot dynja, peshon po thot më rëndë sa tu 99 libra.
Atëherë vëlla dhe motër, atëherë vëlla dhe motër, ta shfrytëzojmë me rastin unë edhe ti, sa jemi gjallë, të pendohem tek Allahu dhul xhelal, sepse Allahu e don robin e tij, i cili pendohet me një pendim të sinqert. Vonë nuk është kur nuk është vonë me u pendu tek Allahu. Shko kërkoj halal atij që i ke në hak. Shko, pendohu tek Zoti yt, mbyllu me një dhomë dhe thuj Zotit tënë: o Zoti jam, o krijuesi jam, unë kom bo gjinahe me kate, a mos sot bre po du me u pendu. Sot e kem shansën me thonë la ilaha illallah. Atër këshilloj vetën dhe ju vëlla dhe motër, hajde dalim para Zotit tonë, ti lejmë gjitha gjinahe dhe me katët mrapa. Vonë se është kur vallahi, mësë jenë mare është mësë me u pendu, mare është mësë me u këthy Zotit, e me ira Allahu në sejde, e me i thonë ja Rabbel Alemin, o krijuesi i gjithësisë, ti e ai që fal, ti e falës, e fal një gjinahe dhe me katët. E lusim Allahu dhe Gjelal që Allahu na i falë gjinahet dhe me katët tonë. Lusim Allahu dhe Gjelal që na bën prej atyre që Allahu ka qenë i kënaqur me ta, ya Rabbel Alamin. Allahu të rujtë të begatojnë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.